dashur miq të emisionit Health Matters, sot mysafir në studio kemi të ftuar një kardiolog intervent, doktor Fisnik Bashollin, me të cilin do të flasim për sindromën akute koronare dhe trajtimin inovativ për këtë çështje. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit për ftesën, besoj që në këta minuta vijus do t'japim informacione të rëndësishme për trajtimin e sindromës akute koronare, informacione të cilat besoj do t'jenë të rëndësishme për të gjithë ndjekësit e nacionales, po ashtu edhe për pacientët të cilët kanë nevojë për këshilla dhe rekomandimet të problemeve të cilët veç i atakojnë këta pacientë. Pacienti i cili ka probleme me arteriet e zemrës, edhe varësisht prej problemeve të cilët e atakojnë apo intensiteti apo sindroma akute koronare është një diagnozë përgjithshme klinike në domenën e së cilës përfshihen smundjet e tjera të cilat janë specifike. Në këtë rast, si smundje specifike në kuadër të sindromës akute koronare është infarkti akut i miokardit apo sulmi në zemër që njihet në zhargonin popullor, i cili mund të jetë infarkt akut i miokardit ne e quajna me ST elevim apo mbyllje totale të arteries koronare, infarkt akut i miokardit pa mbyllje komplet të arteries koronare që në kuptimin klinik diagnostikohet si non-STEMI, si dhe angina e paqëndrueshme, e cila është smundje e arterieve të zemrës, pambyllje të arteries komplet arteries koronare dhe parritjen e markerëve kardiak. Duke folur për sindromën akute koronare, ne flasim dhe japim informacione të rëndësishme për problemet të cilat kanë një koincidencë të madhe në problemet kardiake. Marrë në përgjithësi smundjet e zemrës kanë një koincidencë shumë të madhe të smundshmërisë, po ashtu edhe vdekshmërisë globale. Doktor, nëse mund të flasim për trajtimin modern të smundjes të sindromës. Sindroma akute koronare tash në kohën e fundit është duke u trajtuar me teknika inovative bashkëkohore si teknika ashtu edhe në vendet e zhvilluara, në krahasim në të kaluarën të cilë ka qenë trajtim konvencional, trajtim vetëm medikamentoz pa ndërhyrje intervente. Tash në kohën e fundit sindroma akute koronare në përgjithësi e në veçanti këto infarkti akut i miokardit edhe me elevim zakonisht po trajtohet me kardiologji intervente me stentim. Që nënkupton një arterie koronare e cila është mbyllur, ka shkaktuar infarktin e miokardit, atëherë deri në momentin e intervenimit, normalisht që pacientit i jepet terapia me antiagregues dhe antitrombotik. Por antiagregues, antitrombotik dhe normalisht antikoagulant në 90 minutëshin e parë. Nëse eventualisht kena vonesë në qasje deri në sallën e intervencës, atëherë në situata caktuar jepen edhe fibrinolitik për arsye të tentu me rujtë sa më shumë muskulin e zemrës në këtë rast miokardin. Ndërsa si teknikë e fundit më inovative mundshme është trajtimi me PCI me stent, i cili ka kallëzuar një rezultate shkëlqyeshëm, qoftë në jetëgjatësinë e pacientëve, qoftë në shpëtimin e jetës së tyre. Atëherë, doktor, nëse mund të na sqarosh kur është e domosdoshme ndërhyrja me stent, edhe cilat janë teknologjitë e reja që përdoren në këtë pjesë? Siç e potencuam edhe më herët, infarkti akut i miokardit në ditët e sotme në çdo vend të botës, çdo vend të zhvilluar të botës trajtohet me kardiologji intervente, në këtë rast me PCI. Në rastin tonë, në këtë rast, trajtimi me stent zakonisht të gjithë pacientët të cilët vinë me infarkt akut e miokardit, për të cilët duhet të rekanalizohet arteria koronare në këtë rast, pacientët trajtohen me stent. Që nënkupton qëllimi i mjekut në këtë rast i kardiologut është fillimisht shpëtimi i jetës pacientit, e kjo nuk mund të realizohet përpa realizuar hapjen e arteries në këtë rast, e cila ka qenë 100% e mbyllur për shkak të infarktit akut miokardit. Në këtë rast, nëse mund të ndërlidhem me një imazheri koronare, pacientët të cilët vinë me infarkt akut e miokardit, trajtimi i infarktit akut miokardit realizohet përmes koronarografisë, e cila është një standard i artë i trajtimit të arterieve koronare. Në këtë rast, pacienti si shihet në imazheri ka qenë me infarkt akut të morit të përparëm, një infarkt i zhvilluar apo infarkt i madh i miokardit, që ka rezultuar me mbylljen 99% të arteries dominante të zemrës,
Në këtë rast, koronografia ka qenë jetë shpëtuese për të, pasi që përmes teknikave të cilat realizohen gjatë procedurës, pacienti brenda gjys ore të intervenimit ka fitu stabilitet normal hemodinamik, me tension me parametra vital të qartë dhe pacienti pas 2 ditësh lirohet në shtëpi pas ndërhyrjes të cila ju ka realizu në arteriet koronare. Të këta pacientë dhe të për të gjithë pacientët është më së domosdoshme apo të themi ndrysh është jetike intervenime me PCI për të shpëtuar një jetë në këtë rast këtë pacient për të cilën gëzon shëndet të plot pas intervenimit. Po cilët janë ata faktorët e rrezikut që dominojnë te kjo sindrom? Faktorët e rrezikut në sëmundje kardiovaskulare në përgjithësi e në sindromin akut të koronare veçanti janë faktorët e rrezikut të cilët ndikojnë shumë në prognozën edhe në trajtimin e pacientit. Pacientët të cilët zakonisht nuk kanë faktorë të rrezikut të shumt, ata normalisht arteriet koronare të tyre mund të jenë më me pak koincidencë për të pas probleme. Si faktor të rrezikut dominant në trajtimet në sëmundjet kardiovaskulare, në përgjithësi sidomos në sindromin akute koronare është faktori gjenetik, që është determinues për problemet kardiake, është faktori i mbipeshës, doampiria dhe diabeti. Këta janë risk faktorët më dominues në problemin e trajtimit në problemin e smundshmërisë së arterieve koronare. Në sa më shumë faktor risku që ka një pacient, aq më tepër ka mundësi të ketë probleme kardiake dhe problemet e natyrës kardiake gjithmonë janë më komplekse sa më shumë probleme që pacienti ka, që ndërlidhet me atë se nëse një pacient për shembull nuk ka faktor gjenetik, po ka pas faktorin risk dohanin ose mbipeshën, sa më shumë faktor risku që ka pacienti, aq më komplekse pritet të jenë problemet me arteriet koronare. Për shembull, një pacient mund të ketë një faktor risk, faktorin gjenetik, po i ka faktor të risk tjerë të evitum, për shembull është nuk është mbipesh, nuk është doangji, nuk ka diabet, normalisht edhe pritshmëritë tona klinike nuk janë ekuivalent me ata i cili i ka të gjithë faktorët të riskut. Në një imazheri të cilën ne sot do ta ilustrojmë këtu, është një pacient i cili ka faktorë të shumë të riskut, që nënkupton pacienti në këtë imazheri, pacientit i cili është ardhur me infarkt akut të miokardit. Përveç problemit të arterjes e cila i ka shkaktuar infarkt akut të miokardit, janë edhe arterje tjera të cilat kanë probleme difuze në çuna komplekse, për arsye të faktorëve të shumë të riskut të cilët pacienti veç i posedon. Çka nënkupton kjo? Pacienti është me diabet, doanpers kronik, mbipesh, edhe arteriet koronare kanë reflektu konform faktorëve të riskut. Në këtë imazheri këtu të cilën ne po do ta ilustrojmë sot, është një pacient i cili ka ardhur me infarkt akut të miokardit, me arterien kryesore të mbyllur për shkak të infarktit akut me ST-levim që quajnë ana, i cili pacient përveç trajtimit që ju ka realizu përmes stëntimit në arterien kryesore të zemrës, pastaj edhe në trungun koman, i cili ka pas një problem shumë signifikant, të ky pacient ndërhyrja përmes koronografisë dhe intervenimit ka qenë jetë shpëtuese fatmirësisht, por tek ky pacient ka akoma për të bërë nga kardiologu intervent. Në këtë rast pacienti ka edhe arteriet e tjera të zemrës të smura, për të cilat duhet të ndërhyjë dhe do t'i trajtoj për arsye se ka pas një faktor të rrezikut të shumtë dhe një kompleksitet të smundshmërisë së arterieve të zemrës. Siç jetë të gjitha arteriet këto janë me smundje difuze, ka probleme të shumta, të cilat besoj që në të ardhmen do të përdoren teknika hibride të trajtimit të këtij pacienti. Çfarë janë teknikat hibride? Atëherë si teknika hibride në këtë rast kena trajtimin e pacientit në këtë rast me stent dhe trajtimin e arterieve të zemrës pas stent, që nënkupton në arteria e cila është trajtuar në këtë rast për shkak të infarktit akut të miokardit, është trajtuar me stent, se ka qenë një emergjencë e shprehur kardiake, si dhe jetë shpëtuese, ndërsa në kuptimin e trajtimit pas stent, arteriet e tjera të zemrës të cilat neve na japin mundësinë për me e trajtu dhe të cilët i plotësojnë protokollet e trajtimit pas stent, normalisht gjithmonë do të tentohet trajtimi më i mirë dhe më i thjeshtë për pacientin, se
nëse çdo pacient trajtohet me stent, atë në kupton që stenti është një metal, një trup i huaj dhe si i tillë nuk është i shëndetshëm në shëndetin e zemrës. Por në disa raste është i domosdoshëm dhe është jetë shpëtuesi në këtë rastin për të cilën u diskutu imazheria e tij. Atëherë, a mund të flasim për teknikat e reja inovative që pritet shpejt i kem në klinikën tonë? Si teknika inovative të cilet shumica e kolegëve të mi të cilët punojnë në sallën e kardiologjisë intervente janë të aftë apo kanë mundësi të shfrytëzimit, po për të cilët për shkaqe teknika akoma nuk kanë filluar sa aplikuari ose kanë filluar vetëm parcialisht, janë teknikat inovative të cilat sot po shfrytëzohen në vendet e zhvilluara. Si teknika inovative është për shembull ultrazoni intrakoronar në popull në kuptimin profesional quhet IVUS. Pastaj është OCT-ja që është një teknikë tjetër inovative e cila po ashtu është imazheri intravaskulare, si dhe është FFR-i dhe IFR, për të cilët janë teknika inovative që na ndihmojnë neve shumë në përcaktimin apo në kuantifikimin e një lezioni apo një ndërhyrje, një stenozë të arterës koronare. Çka nënkupton kjo? Nëse në ditët e sodit ne kuantifikimin e stenozës së arterëve koronare e vlerësojmë në mënyrë vizuale apo empirike në përqindje, atëherë FFR-i është një procedurë, është një teknikë inovative e cila përmes vajrave intrakoronar plasohet deri në vendin e ndërhyrjes, matët stenoza në këtë rast kuantifikohet saktësisht se pacienti në një problem në arteriet e zemrës a ka apo nuk ka nevojë për ndërhyrjen në këtë rast me stent apo me balon me ilaç. Ne akoma këtë teknikë nuk e shfrytëzojnë ose nuk është rutinë e shfrytëzimit e që presim që në ditët apo në mujt në vijim vetëm se do të jenë pjesë e pandashme e punës tonë, në mënyrë që shërbimi edhe trajtimi i pacientëve me probleme koronare të jetë sa më profesional edhe sa më i përsosur. Po, cili është ndikimi i banave apo teknikave inovative në përmirësimin e cilësisë së jetës të këtyre pacientëve? Këto teknika inovative edhe banat të cilat sot përdoren në trajtimin e pacientëve me sindrom akute janë jetë shpëtuese edhe në jetën e pacientit kanë rëndësi jetike, që në kupton nëse një pacient me infarkt akut miokardit ose me probleme të arterëve koronare, këtë sindrom akute koronare, nëse nuk trajtohet me teknikat inovative dhe me banat të cilat janë protokollare të aprovuar nga shoqata e kardiologëve, nuk është e mundur të bëj edhe të gëzoj jetë kualitative. Që do të thotë pacientët të cilët trajtohet në kohën standarde pas një sulmi në zemër, jeta e tij edhe kualiteti të së tij do të jetë ekuivalent me të gjithë personat e tjerë të cilët ndoshta edhe nuk e kanë pas këtë problem. Çka farë nënkupton kjo? Një pacient me infarkt akut të miokardit, i cili brenda 90 minutave arrin për me ndërhy, me realizu PCI procedurën në këtë rast, arrin për me realizu koronografinë dhe stentimin apo hapjen e arterës të cilat ka shkaktuar infarktin, kualiteti i jetës së tij do të jetë shumë i kënaqshëm. Por pacientët të cilët vonohen në ndërhyrje, për shembull, një pacient lajmërohet tek mjeku familjar ose tek ndonjë qendër tjetër diagnostikuese me shenjat e simptomat të infarktit akut miokardit, edhe i cili zhvillohet në jashtë diagnostikimit të anës mjekut infarkti akut i miokardit, atëherë pacienti i cili nuk vonohet në trajtim ose në shtrimin e procedurës, të gjithë këta pacient vuajnë pastaj edhe pas ndërhyrjes nga problemet, për arsye se kalojnë në një problem tjetër kompleks që njihemi si insuficiencë kardiake ose pamjaftueshmëri e zemrës për shkak të infarktit. Çka du me jap një mesazh të qartë për të gjithë pacientët të cilët ose personat të cilët kanë simptomat e infarktit akut të miokardit. Sa më shpejt edhe në kohë sa më reale të paraqitet tek mjeku profesionist i fushës në mënyrë që diagnostikimi i saktë është
i domosdoshëm dhe është jetik për jetën e pacientit. Aq më tepër mos humbja në kohë. Është një thënie dortu balon. 90 minutë që përfshin, domethënë kohën prej problemit që ka filluar, simptoma deri në ndërhyrjen me balon ose hapjen e arterës, ky 90 minutë është standardi i artë. Sa më shumë që vonohet pacienti mas infarktit akut në interval kohor, është humbje jete. Sa më shpejt që i nënshtrohet procedurës, aq më tepër edhe aq më i suksesshëm edhe aq më i kënaqshëm do të jetë edhe trajtimi procedural, edhe periprocedural, po ashtu edhe jeta dhe kualiteti i pacientit, i jetës pacientit pas ndërhyrjes do të jetë shumë i kënaqshëm. Përndryshe kemi raste të cilat në klinikë paraqiten me sindromat e infarktit akut miokardit me vonesë, i cili ka shkaktuar një dëmtim të muskullit të zemrës, i cili është dëmtim i pakthyeshëm. Normalisht që ndërhyrja edhe të këto raste është e domosdoshme, por suksesi operativ do të jetë shumë i mangët në raport me ata pacientët të cilët paraqiten në këtë standardin e artë kohor që 90 minutë pas paraqitjes së simptomave të infarktit akut. Po sa është e rëndësishme që sistemi shëndetësor në Kosovë të sigurojë barna inovative për pacientët me sindrom akute? Zakonisht sistemi shëndetësor në Kosovë, që dina të gjithë her pas here me ngecjet e veta, por në kohën e fundit barnat e trajtimit konservativ janë pothuajse në çdo ditë të pranishme në sistemin shëndetësor, pavarësisht ai posedojnë pacientët në klinikë apo jo, në sistemi shëndetësor i posedon barnat, ndërsa teknikat inovative besoj që së shpejti do të vinë shpreh ashtu siç e caktuam edhe më herët, në mënyrë që puna jonë si profesionist të kësaj lamie dhe trajtimi profesional i pacientëve të mos mungojnë, megjithëse vetëm kanë filluar se aplikohen në mënyrë parciale këto teknika inovative, por akoma nuk janë në rutinë e trajtimit tek ne. Sa ka rëndësi cilësia e stentës në jetën e pacientit? Pyetje shumë specifike dhe shumë e rëndësishme edhe për pacient edhe për mjek të cilët ndërhyjnë. Cilësia e stentit është e domosdoshme edhe është me rëndësi jetike si për pacientin, po ashtu edhe për doktorin ose kardiologun intervent i cili realizon procedurën. Sepse në kohën e fundit, nëse e krahasojmë me të kaluarën e intervenimit me stent, në decenjet e kaluara stentat kanë qenë pa ilaç. Bar metal stent që quhet BMS, ndërsa tash kena stentat të cilët i shfrytëzojnë drug eluting stent, që në kupton stenti përveç që është strukturë metalike, është i mbështjellur edhe me barna apo ilaç, të cilët përveç që e kryjnë funksionin e vet mekanik e hap arterin, në të njëjtën kohë posedon ilaç të cilët e trajton murin e brendshëm të arterës, po edhe në të njëjtën kohë e pengon na i quajna stent trombozat, që në kupton ai është trupi huj, vendoset në një arterie e cila është në diametër 3 mm dhe në jo pak raste ka pas që pas sallës pacienti ju ka mbyll stenti prapë, në popull njët ka pas të lashe se ju ka mbyll stenti apo ka kalu mirë. Në këto raste për mos me u mbyll stenti ose me koincidenca sa më e vogël e mbylljes stentit, janë këto gjeneratat të reja me drug eluting stent, të cilët zakonisht kanë koincidencë të vogël të mbylljes stentit dhe kanë një perspektivë të mirë të trajtimit në këtë drejtim. A mendon se Ministria e Shëndetësisë duhet të rrisë buxhetin për stentat dhe barna cilësore si një pjesë e strategjisë për me ulë vdekshmërinë e pacientëve me sëmundje të tillë? Në kohën e fundit tash edhe si teknika të trajtimit me PCI, si teknikë inovative, po janë edhe stentat bioresorbus, të cilët janë akoma tek ne, nuk ka filluar sa aplikuari, janë stentat të cilët organizmi pas në periudhë të caktuar kohore i resorbon. Është një përbërje jo metalike, e cila e ka funksionin mekanik të hapjes së arterës, i cili pas disa viteve organizmi e resorbon ose e tret, edhe realisht nuk mbetet mbetje metalike që është mbetet me stent.
Kostoja e këtyre intervenimeve nuk e di se sa do jetë ose sa është në kuptimin e tregut global, megjithëse të gjithë ne dëshirojmë që trajtimin e shëndetit të zemrës, edhe në përgjithësi shëndetit ta realizojmë dhe ta trajtojmë me mënyrën më të mirë të mundshme. Atëherë në bazë të përvojës tonë klinike edhe në bazë të statistikave të cilat flasin për këto problematike dhe eventeve të cilat ne i ndjekëm, stentet bioresorbuese besoj që në të ardhmen do të jenë esenciale dhe do të jenë shumë inovativ në trajtimin e arterieve koronare. Sepse një pacient i cili sot trajtohet me infarkt akut ka stent metalik, i cili gjatë jetës do ta bartë në vete një trup të huaj në arteriet koronare. Ndërsa të stentat resorbuese të cilët pritet të përdoren në të ardhmen, pacienti pas një periudhe kohore, stenti do të tretet nga vetë organizmi, resorbohet dhe si i tillë nuk paraqet një problem si trup të huaj në arteriet koronare. Përveç këtyre, tash në kohën e fundit po shfrytëzohet si teknikë inovative shumë e madhe dhe trajtimi i infarktit të smundjeve koronare të zemrës me balona me ilaç, që është një trend bukur në rritje i kësaj teknike ose kësaj mënyre të trajtimit, çka nënkupton pacientit për shembull ato problemet koronare të cilet ne vetë i caktuam, i përmendëm më herët, të cilet kanë probleme difuze, zakonisht pacientët e tillë kërkojnë numër të madh të stentave për me u trajtuar arteriet koronare. Atëherë kjo teknika hibride në këtë rast edhe me stent edhe me balona me ilaç po tregon rezultat shumë të madh, sepse me stent po trajtohet infarkti akut, arteria po hapet, po shpëtohet jeta, po krijohet një stabilitet hemodinamik për pacientin, por pacienti po merr barën në mënyrë të vazhdueshme, ka parametra vital në vlera referente, atëherë po planifikohet trajtimi ne e thojna elektiv, do më thonë jo urgjent, se zakonisht për trajtimet elektive dita ditës më tepër po përdoret trajtimi me balona me ilaç, që nënkupton pacientit i realizohet koronografia, hapen arteriet me balona, përgatitet mirë arteria për me vendos ilaçin, pastaj një balon tjetër i cili është i mbështjellur me barna, futet në arterien e zemrës, ekspandohet, fryhet, mbështetet i bari për lumenin ose murin e brendshëm të arteries, dhe si i tillë ai është bari trajtues i arteries, që nënkupton përveç që hapet arteria, edhe atë problemin e aterosklerozës e cila ka pru pacientin në një gjendje kritike, e trajton ilaçi i cili vetëm mbetet në murin e arteries pas tërheqjes së balonit. Atëherë po flasim pak edhe për komplikimet gjatë infarktit akut të miokardit dhe pas një kohë që mund të paraqitet tek pacientët. Infarkti akut i miokardit është një smundje shumë emergjente, me rëndësi vitale për individin, që nënkupton gjatë procedurës përveç që pacienti është në një gjendje shumë të rëndë klinike me infarkt akut i miokardit, sidomos në situata të caktuara kur arteriet me lumen dhe diametër të madh janë të bllokuara, atëherë dhe gjendja klinike e pacientit është shumë e rëndë. Në shumë raste ne futemi në sallë tek pacientë me shok kardiogjen për shkak të infarktit akut miokardit, i cili normalisht është një gjendje e cila është kriju për shkak të infarktit. Domethënë pacienti ka mbyll arteria e zemrës, muskuli i zemrës e ka humbur funksionin e vet dhe pacientët vazhdojnë të jenë në gjendje të shokut kardiogjen. Në këtë rast mundësia e komplikimeve të pacientët të cilët kanë futen në sallë për shkak të infarktit akut miokardit, por me probleme tjera si shok kardiogjen apo çrregullim të rrymave të zemrës, ne quajna blok të përqimit elektrik të rrymave të zemrës, edhe komplikimet në sallë gjatë procedurës janë më të shprehura se sa tek pacientët të cilët janë hemodinamikisht stabil. Çfarë është hemodinamikisht stabil? Pacienti ka infarkt, por në sallë futet me tension, me ritëm të rregullt, por me shenjat e infarktit akut. Domethënë dallon natyra e pacientit edhe gjendja e pacientit varësisht prej problemit koronar që ka. Ndërsa tek pacientët të cilët në sallë, në këtë rast, gjatë ndërhyrjes së tyre, komplikimet e infarktit akut miokardit
janë të përshkruar dhe të evidentuar në për protokolle të ndryshme, për të cilën edhe ne e marrim një parapëlqim për pacientë të cilë kanë më fund sallë dhe familjarëve të pacientit. Ju tregohet risku, ju tregohet mundësia e komplikimeve, për arsye se është infarkti i miokardit, ndërhyrja është intervente, puna është teknike me gjithë përvojën tonë dhe shkallësitë tona, edhe në gjithkohë bëhet varësisht prej gjendjes së pacientit ose probabilitetit edhe riskut të madh që ka pacienti me infarkt, edhe vdekshmëria është e përshkruar, ndërsa tek pacientët të cilët e realizojnë trajtimin e infarktit akut me PCI, komplikimet mas infarktit akut e miokardit zakonisht mund të shfaqen për shkak të iskemisë që ka shkaktuar infarkti akut e miokardit. Çka është iskemia? Në momentin kur pacienti pëson infarkt, mbyllet arteria e zemrës, e cila ka furnizuar një pjesë të madhe të muskulit të zemrës. Dhe si e tillë kjo mbyllje e arterjes ka shkaktuar mos furnizim të muskulit të zemrës me oksigjen. Si pasojë muskuli i zemrës, qelizat e muskulit të zemrës, miocitët në këtë rast pa oksigjen, si çdo fenomen fiziologjik ose proces fiziologjik në trupin tonë, pa oksigjen nuk mund të zhvillohet edhe jetë. Në këtë rast, qelizat e muskulit të zemrës vdesin. Çka ndodh kjo? Sa më shpejt që potencuam edhe më herët, që ndërhyjet aq më shumë na kursejna qelizat të muskulit të zemrës pa u dëmtuar dhe pa shkaktuar nekroze atyne. Dhe varësisht tash prej atij standardit të artë kohor që potencuam më herët, sa më herët që nështrohet pacienti ndërhyrjes, aq më falëndërues do të jetë trajtimi i tij post-operativ dhe gjendja e tij do të jetë shumë më e rujtne edhe në kuptimin kardiak, po edhe në kuptimin e jetës së tij. Ndërsa tek pacientët të cilët vonohen në ndërhyrje, ka shkaktuar dëmtim të muskulit të zemrës, pacientët përkundër rezultatit ndoshta të shkëlqyeshëm koronarografisë me trajtim me stent apo me çfarë do qoftë teknike intervente, pacientët mund të kalojnë në insuficiencë kardiake. Atër insuficienca tash si term ndoshta për zhargonin popullor është edhe e pa njohur. Çka do thotë insuficiencë? Është pamjaftueshmëri. Zemra nuk e kryen funksionin e vet ekuivalent me kërkesat e organizmit që zemra të kryej këtë funksion. Po kohën e fundit, shëqër Zotit, kanë dalë edhe ka barra të cilët po tregojnë një sukses të jashtëzakonshëm në trajtimin e insuficiencës kardiake dhe tek të cilët është fal aplikimit të këtyre barrave, është rrit edhe jetëgjatësia e pacientëve me insuficiencë kardiake. Pacienti i cili ka psuar infarkt, përkundër trajtimit ka kaluar insuficiencë kardiake, atëherë sot me pacientët përveç si komplikim që ka ndodhur, po trajtohen edhe për insuficiencë kardiake me barra të cilat sot janë protokollare dhe janë për guideline-et e trajtimit të insuficiencës kardiake, të cilat edhe tek ne janë rutinë e trajtimit. Siç rasti në popullin i ka filluar mi përjetu këto trajtimit këtyre barra, është Entresto, një barë i shtrequr akoma tek ne, po ka një çmim në shumë të lartë për arsye të cilat realisht edhe nuk i di pse. Është një kombinim i barrave valsartan dhe sakubitril, po ashtu edhe janë edhe këta SGLT të dyshat që është dapagliflozina me empagliflozin, të cilat janë barra esenciale në trajtimin e insuficiencës kardiake, qoftë tek pacientët me insuficiencë për shkak të infarktit, apo tek pacientët të cilët kanë rënë në insuficiencë kardiake ose pamjaftueshmëri për shkak të problemeve tjera. Jo çdo smundje e zemrës ose çdo insuficiencë kardiake mund të jetë për shkak të infarktit miokardit. Doktora, flasim pak për bashkëpunimin mes mjekëve të urgjencës edhe kardiologëve intervent në rastet akute. Si është bashkëpunimi te ne, le të themi? Bashkëpunimi i mjekëve të urgjencës dhe në këtë rast të qendrave emergjente të spitaleve regionale me kardiologët të cilët punojnë kardiologët intervent, të cilët punojnë në klinikën e kardiologjisë, po tash edhe në spitalin regional të Prishtinës, mendoj edhe besoj që duhet të jetë akoma më korrekt dhe do të jetë akoma më i ndërlidhur. Arsyeja është vetëm tek intervali kohor.
që nënkupton sa më shpejt mjeku i urgjencës që e sjell pacientin e diagnostikon sakt me probleme koronare dhe sjell sa më shpejt që është e mundur në aspektin kohor deri tek solla kateterizimit të zemrës, ajo është jetë shpëtuese për pacientin, është falendëruese për shëndetin e tij post-procedural, po edhe në njëjtën kohë është edhe më humane në kuptimin e bashkëpunimit të mjekëve, po dhe profesionale, për arsye se urgjenca është takimi i parë i pacientit me simptomat e infarktit akut, ose probleme kardiake, ose çfarë do problemi tjetër të pacientit, takimi i parë është me mjekun urgjent. Mjeku urgjent, në këtë rast specialisti i mjekësisë urgjente ose specialisti i mjekësisë emergjente, përveç që deri më tani kena pas me raportet edhe bashkëpunim të mirë, ka qenë një projekt në para disa viteve cili ka pas fillu se aplikuari që pacientët të cilët me infarkt akut miokardit të sillen drejt për drejt në sallën kateterizimit. Besoj që ky projekt të jetësohet akoma më tepër në të gjitha qendrat edhe regionet dhe të kalohen protokollet të cilat janë shumë të parëndësishme për të përfituar kohën në këtë rast për shkakun pacientit. Nuk ka do të me evitu ose me minimizu protokollet e panevojshme të cilat ndikojnë direkt në shëndetin e pacientit me infarkt akut miokardit. Çfarë në kupton kjo? Nëse pacienti ka infarkt akut, diagnostikohet sakt me mjekut emergjent, edhe nëse ekziston komunikimi profesional ndërmjet mjekut emergjent edhe kardiologut intervent, normalisht ky komunikim nuk mund të bëhet me telepati, por në këtë rast duhet të ekzistojë një sistem i veçantë i përcjelljes së gjendjes, qoftë i analizave, qoftë i EKG-s, do të jetë, besoj, i shkon e shëndetshme shumë me qenë një aplikacion online i cili i mundson të gjithë mjekëve të emergjencës me kardiolog intervent komunikimin 24 orë 7, që do të thotë nëse pacienti prezanton me simptomat e infarktit në EKG realizohet në mjekësinë urgjente, emergjente, kudo qoftë, edhe ajo EKG plasohet në atë rrjet të aplikacionit, edhe më njëherë diagnostikimi është i shpejt, edhe arritja e pacientit deri te salla e kateterizimit është akoma më shpejt, e që është në këtë rast koha është me ble jetën, me ble muskulin e zemrës, me shpëtu qelizat e muskulit e zemrës. Kështu që deri tash përgëzimi për të gjithë kolegët tonë të cilët me përkundër problemeve infrastrukturore që kanë realizuar një punë të shkëlqyeshme, kanë sjell pacientët edhe diagnostiku pacientët në kohën e duhur, por besoj që këtu kena hapësirë akoma me e përmirësu komunikimin tonë me te në kuptimin profesional, duke realizu aplikacionet e komunikimit profesional për të cilët besoj që në talmen do të jenë jo evidente, po të domosdoshme. Faleminderit shumë për këto këshilla kaq profesionale për shikuesit tanë. Faleminderit edhe juve për ftesën, me shpresën që kam qenë i qartë, konciz dhe i kuptueshëm ndaj ndjekësve të juaj. Shpresoj në zhvillimin e mëtej për të domenit e kardiologjisë intervente, duke referuar që në zhvillimin e kardiologjisë intervente do të përfitojnë më së shumti pacientët në nevojë. Faleminderit gjithë.